Linja e gjelbërt për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve në Shqipëri. Ishte kjo tema e takimit të qendrës Alert, e cila ka organizuar një trajnim njëtitor për ndërtimin e kapaciteteve duke përdorur mjete edukimi formale dhe jo formale, që punojnë ose synojnë të rrisin kapacitetet e tyre në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, me qëllim angazhimin dhe kontributin e mëtejshëm në proceset e konsultimit dhe hartimit të politikave. Ky trajnim, së bashku me të tjerë që do të zhvillohen në 6 qytete, po nga qendra Alert dhe në Tiranë nga Lëvizja Europiane në Shqipëri, synojnë gjithashtu njohjen me praktikën më të mira europiane në këtë fushë, si dhe me detyrimet që lindin nga procesi i integrimit europian, si dhe do të shërbejë për ndërveprim në etapa të tjera të projektit, si në tryezat e diskutimit të Këshillit, në kuadër të platformave të partnershipit për integrimin europian, por edhe në adresimin e çështjeve pranë institucioneve përkatëse për të rritur llogaridhënien dhe transparencën. Më shumë detaje për projektin e Bashkimit Evropian, linja e gjelbërt për mbrojtjen e konsumatorit dhe forcimin e mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve në Shqipëri e jep drejtori ekzekutiv i qendrës Alert, Granit Sokolaj, dhe drejtoresha ekzekutive e qendrës së konsumatorit shqiptar, pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, Ersida Teliti. Në kuadër të gjithë perspektivat e integrimit dhe çështjeve që mbrojnë konsumatorin, ndodhemi sot në qytetin e Firit në një trajnim me organizatat e shoqërisë civile, organizatat lokale, por edhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe media, në kuadër të projektit që po zbaton qendra Alert në bashkëpunim edhe me Lëvizjen Europiane në Shqipëri, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, që është linja e gjelbërt për mbrojtjen e konsumatorëve, fuqizimi e siguria ushqimore dhe fuqizimi i mbrojtjes së drejtave të konsumatorëve përmes forcimit të organizatave të shoqërisë civile. Ndodhemi sot në Fier një seri trajnimesh që do të vazhdojnë në shumë qytete, ku roli kryesor, qëllimi kryesor është ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile në qytete ndryshme për të drejtat e konsumatorëve. Jemi në Fier dhe do të shkojmë edhe në 5 qytete të tjera qendër qarku në të gjithë Shqipërinë, përveç atyre trajnimeve që po zhvillohen në Tiranë dhe në kuadër të tryezave të platformës për partneritetin e integrimit evropian. Njëherësh kemi krijuar linjën e gjelbërt për mbrojtjen e konsumatorëve, e cila është një linjë numër i gjelbër 24 orë 24, me anë të cilit ne ndjekim, pranojmë sparë dhe më pas ndjekim kërkesat apo ankesat e konsumatorëve deri në zgjidhjen e tyre. Në kuadër të këtij projekti kemi ardhur sot në qytetin e Fierit për të filluar serinë e trajnimeve që do të zbatohen nga qendra Alert, European Movement Albania dhe mbështetur pikërisht nga Bashkimi Evropian, me synimin për të fuqizuar aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile, por gjithashtu dhe përfaqësues institucioneve të qeverisjes vendore apo dhe mësues, të cilët synojnë që të fuqizohen në kuadër të drejtave të konsumatorëve. Për të njohur detyrimet që ka shteti shqiptar në kuadër procesit të integrimit, për të njohur të drejtat dhe detyrimet e tyre, për të njohur institucionet publike dhe në mënyrë të veçantë ku të ankohen, si të ankohen dhe për çfarë të ankohen. Në përfundim të trajnimit, organizatave të interesuara do të jepet mundësia për të bërë pjesë e rrjetit për mbrojtjen e konsumatorit me qëllim mbrojtjen sa më efikase të drejtave të konsumatorëve, trajnimin dhe zgjidhjen e ankesave të tyre dhe avokimin e përbashkët me institucionet përgjegjëse për nisma ligjore dhe ndërhyrjen në mbështetje të konsumatorëve.